Vinci ka ndërtuar porte, aeroporte, stadiume, hapeni se aty e keni në Google. Okej. Kompania e 5 ishte kjo për kompania Cipriote, që kishte burimin e financës në Ishujt Kajmen, dhe për cilën tha Premçi përpara që kishte ka këta rusët nga mbas. Kësaj do të jepte zodiaku i Surrelit. Kësaj. Që renditët e 5. Që renditët e 5. Ja, që këtu tani kuptohet sa serioze është qeveria shqiptare. Në momentin kur kompania holandese bëri ankesën, atëherë normalisht filluan edhe Bashkimi Evropian, edhe Gjermania e para, që takoheshe, edhe dhoma amerikane, edhe NATO dhe të gjithë. Tani sepse Porto Romano është vend strategjik, po të them edhe një herë tjetër, nuk është për ne, është për brezat. Është një porti Durrësit sot, nëse është ndërtuar në kohën e Teutës 2000 vjet përpara, po edhe ky port i ri duhet mbaj këtë lloj kapaciteti historik. Edhe ky porti ka qenë port historik. Edhe ky port. Janë gjurmët, edhe sot është muri ekzistuar si portit dhe atje është tallur me arkeologjinë shqiptare. Po ato se ka. Në përkëmbur gjithçka që Porta Romake, prandaj quhet. Është në përkëmbur kultura ilire disa mijëra vjeçare, është tallur nga qeveria shqiptare. Edhe pastaj shkojmë këtë ke nivel. Pastaj do kalosh dhe një ka përplasje të faktorëve të brendshëm, tha kryeministri. Po lama le mos dëgjoj kryeministrin tani të lutem më Kush mund të jenë faktorët e brendshëm? Po ç'ka ka faktorë të brendshëm mbi kryeministrin. Po Ram Geci me brendshëm të cilët kanë interesa që kenë lehtësi ke porti. Po cili më kush kastrati, çet kastrati ka? Grupet kriminale. Grupet kriminale. A e mendon ti tani atje ka konflikte midis atyre që tregtojnë hekur dhe atyre që tregtojnë karburant. Po e kupton tani një port që është strategjik për korridorin e 8, që lidh perëndimin me lindjen, po themi, që kjo historia e portit ka një histori konflikti edhe me portin e Pireut, me portet e Greqisë dhe është zvarritur gjithë këto vite sepse ka patur interesa strategjike në pikpamje të prioriteteve. Porti i Durrësit është dera, është porta më e afërt që lidh Adriatikun me Ballkanin dhe futet në gjithë Evropën e lindjes. Pra, kjo gjë është strategjikisht e dështuar me qëllime të caktuar nga kryeministrat e Shqipërisë. Sot që ka ardhur ky fat, përsëri kryeministri i Shqipërisë kërkon t'ia jap një kompanie ruse për të përmbushur qëllimet e tyre. Bazë reagimeve të NATO-s dhe të ndërkombëtarëve, ndërtohet porti sipas standardeve që kërkohen? Porti, e di kur ndërtohet porti? Unë them që për të qenë transparent. Po. Edhe për ta dashur sa më shumë Shqipërinë, le t'ia jap NATO-s ta ndërtojë. T'ia jap NATO-s. NATO ta marrë përsipër. Të ndërtojë edhe portin civil, edhe pjesën që i duhet NATO-s për qëllime ushtarake. Vetëm atëherë do kemi ndershmëri, seriozitet dhe atëherë me të vërtetë Shqipëria do jetë pjesë e korridorit të 8 me seriozitetin më të madh dhe me përfitimet më të mëdha për ekonominë shqiptare, por edhe për rolin strategjik të NATO-s. I pari që kërkoi prezencën e NATO-s në Shqipëri ka qenë kryeministri Edi Rama në vitin 2022, i cili ka vajtur se më kujtohet. Çka ka kërkuar? Ka kërkuar prezencën e NATO-s dhe një hapësirë është, po themi në thonjza, është vetofruar kryeministrin, nëse u kujtohet në 2022 në Bruksel që thoshte që shiko, kërkojmë t'jeni edhe ju prezent në portin e Po pse edhe ju? Kërkojmë t'jeni ju. Kërkojmë t'jeni ju, pra, se thash unë gabim. Po si ka mundësi që ka bë tender mbrapa shpine? Tani këtë... Ore gjok, kjo thirrja për të anulluar tendri i Porto Romanos nuk ka ardhur nga unë, as nga Nardi. Ka ardhur nga NATO, o zotëri. Po ka ardhur nëpërmjet dhomës amerikane të tregtisë. Ai nuk e dëgjoi zërin që i erdhi nga dhoma amerikane, ja dërguan nëpërmjet marshallit. O Andi, ai port në korridorit 8 ka pasur dhe ka gjithmonë kundërshtar të rëndësishëm. Dhe dy kundërshtar. Jo mbreta vendi dollas, ka pa kush i pyet kundërshtar brenda. Rëndësishëm janë Beogradi zyrtar dhe Shkupi zyrtar. Të ta them pse? Po. Edhe Greqia vëlla. Sepse edhe Greqia gjithë rruga, Greqia është pa më pak. Greqia ka qenë vazhdimisht. Gjithë rruga. Sepse kalon tregu rruga që vjen pra nga Turqia në Bullgari, sot ma unë pjesa më e madhe e
trahje e mauneve kalojnë nëpërmjet Shkupit, Beogradit dhe kalojnë në Budapest, ikin. Ajo është tendencial. Tani koridori 8 presupozon që të kalojnë Durrës, të vinë në Durrës pra, në qaftë anë dhe të vinë Durrës dhe nga Durrësi pastaj nëpërmjet portit të kalojnë në Adriatik sepse kosta është shumë herë më e ulët nga ana. Mi po nuk e intereson Beogradi sepse ti tani si s'do kaloj në Beograd dhe në Shkup. Kjo histori. Pra ka pasur gjithmonë kundërshtaje kjo historia e portit. Paska një të drejtë kryeministri kur thot aty. Se këtë tha pra tani Nard. Këtë tha. se bëri tendri nga mbrapa. Se bëri tendri mbrapa shpine. Desha të them një gjë tjetër dhe ta Pse i skualifikoi Se duket sikur po mbroi unë qeverinë. Ore pse i skualifikoi kompanitë serioze të Evropës. Dhe redit cili është një rrezik tjetër. Rreziku tjetër është që ne do paguajmë ca lek, ca si shumë miliona euro. Si që paguam gjermanëve. Alabarit. Sepse aty punon natën. Afati kohor për fillimin e punimeve zyrtare për Durrës Marinën ka përfunduar. Do të ishte zhvendosur porti. Se lidhet me zhvendosjen e portit vjetër të portit ri. Sepse kontrata që ka bërë Alabari ka thënë që po ja fut kot tani. Në 1 janar 2026 duhet të më lirosh vendit që unë të filloj punimet. Nëse kemi liruar. Nëse kemi liruar, dhe Alabari përpara 3 ditës të doli dhe të tha aty, ne a mund ta rishikojmë tha qëndrimin tonë në për Durrës Marinën. Kjo nisur edhe nga lufta që ka plasur në lindjen e mesme. Dhe në momentin kur këto do tërhiqen, sepse të gjitha kontratat me të huaj, që prej vitit 2014 ku ka ardhur piktori i Surrelit në pushtet, bëhen të gjitha me arbitrazh në Londër ose në Paris. Dhe ti e ke humjen në xhep, të sigurisht ti marrë dhe Alabar. Sigurisht do marrin lekët tua dhe të mia, nuk do marrin lekët atia. Mos e flinë. Apo si ishte një kompani amerikane që do sekuestroj ca asetet Shqipërisë një 14 milion euro, Begetin Crown tjetër. Ja ma ato janë të vogla në raport me këtë. Interesiti. Ato janë kështu në gjëra të vogla. Ne nuk kemi vetëm 2. Ore na e kujtove. Nardi na e kujtoi. Ke pas dëgjuar kryeministin Rama që thoshte që Beketi nuk do të morë edhe 100 dark lek Ishte Arben Ametaj që tha do bëhet çmos si ta mbroja, tha se nuk e djej që ishte kaq keq, dhe Ametaj reflektoi vonë. Ore jo. Kryeministri Rama ka thënë as 100 dark lek nuk do të marri Begeti nga parat e shqiptarëve. Tani po na i vjel. Vetëm se po i vjel tek Anta dhe buxheti i shtetit furnizon Antën me rejse. Kemi dhe një çështje të fundit që do doja të ndaleshim dhe është një nga ato çështjet e krimit, e cila sigurisht ka rëndësi kur vjen fjala për mënyrën se si SPA kërkon të godas grupet kriminale në vendin tonë. Për herë të parë u bë një ndërhyrje në Vlorë pak ditë më parë ku godit grupi i cili sipas hetimeve ishte i lokalizuar, pra qëndronte në zonë ujë ftohtë dhe sipas dosjes kreu i këtij grupi ishte Inez Hajrulla, ku së bashku me një tjetër person, antar i këtij grupi, Ervis Matodashajn, nuk u arrestuan dot nga strukturat, le themi, e policisë së shtetit kur shkuan për të kryer operacionin në bazë të urdhra arresteve të lëshuara pra nga SPAK. Tani, për të analizuar çfarë ishte kjo goditje në Vlorë, Prençi. Andi, që është e vërtetë SPAK-u për këtë është investuar goxha shumë për këtë grup të kriminal, grup të strukturar kriminal, sepse ky grup jo vetëm që ishte një grup që ndaj të cilit kishte dyshime të arsyeshme për disa ngjarje të rënda kriminale ndaj jetës personit në Vlorë, por njëri nga antarët e grupit dyshoi se ishte përdorur si vrasës me pagesë edhe në Tiranë dhe në zonën e Krujës. Të gjithë si grup, dyshimet policia e shtetit edhe SPAK-u i kanë se këto vepronin për një grup shumë të rrezikshëm në Shqipëri, për grupin Artur Shehut. Parë në këtë këndvështrim, ky grup kriminal që punon për një grup akoma më të madh, që ka fuqi financiare të jashtëzakonshme, përbënte një rrezik për policinë e shtetit, për jetën e qytetarëve njerë, dhe këto që është e vërteta nuk njihshin kufi në raport me krimin kundër jetës personit. I
Inis Harulla, ishte Inez Harulla, po. Inez Po. Harulla, edhe Matodashaj, edhe Plaku, anëtarë të këtij grupi, ishin jo vetëm kishin dyshime të arsyeshme, por për të cilët është siguruar nga organi Spakut janë siguruar dhe prova në dijenin time, të prova të forta që kanë dorë në disa veprimtari kriminale. Vrasje në Vlorë, Po, 2 vrasje të zbardhura. Pra 2 vrasje të zbardhura dhe për cilët kanë provë. Gentian betajnë në zonën e Larushës. Që është i përfshirë Flodian Plaku aty. Flodian Plaku. Dhe parë në këtë kontekst, Spaku nuk mund priste më për t'i goditur sepse ishte siguruar provat. Por ka dyshime, që t'jemi realisht që ka rrjedhur informacioni, raport me ekzekutimin e vendimeve, që dalë nga gjykata. Po sepse ka rrjedhur dhe rrjedhja ka ndodhur ndaj në strukturat e policisë, ndaj dhe kohët e fundit, nëse nuk e di sa jeni ndjeni, Spaku po përgatitet për të patur një grup operacional të vetin. Po, në BKH, do ta diskutonin, se kisha pjesë, po, e kisha pjesë të diskutimi. Pranë BKH-s, grup operacional me forca speciale operacionale, me qëllim që për çështje sensitive me ndikim në opinionin publik, të mos si besohet më asnjë dhënë, por kjo do jetë problem se mund të kemi përplasje, sepse kur operohet në një territor të caktuar, minimalisht policia vendore do të ndjeni që mos të kemi përplasje midis strukturave policore, sepse ndodhin këto për sot duke patur telefonat në dorë, një qytetar, qoftë dashamirës, qoftë dashakeqës, një pjesëtar i grupit i thot policisë, telefonon policinë vendore, po themi 129-ën edhe thot ka njerëz të dyshuar, po. Ka njerëz dyshuar të armatosur këtij grup. Ndërkohë që ato janë në strukturat të posaçme operacionale të BKH-s dhe mund të ketë konfrontime, ndërkohë që është me risk shumë të lartë. Çështja e mosbesimit në strukturat e policisë shtetit është një çështje shumë e rëndë për këtë qeverisje, për ekzekutivin, sepse kur ka humbur besimin Spaku dhe BKH-ja ndaj strukturave të policisë shtetit, qoftë në qendër, qoftë në bazë, imagjino masnej se sa është besimi i qytetarëve. Kjo është shumë e rëndë. Por gjithsesi, Spaku duhet përgëzuar për punën e mirë që ka bërë për vërtetimin e autorësisë së disa ngjarjeve kriminale për grupin e Enis Harullës. Por nga ana tjetër duhet më shpreh keqardhjen për policinë e shtetit. Ka nevojë Vlora për pastrime të tjera? Patjetër, pastrim territori. Jo vetëm Vlora, ne kemi thënë edhe herë tjera. Shiko, Vlora është një zonë, Vlora, Fieri, Durrësi, Elbasani, Shkodra. Tirana ka gjetur deri në këto momente një farë qetësie për këtë periudhën e fundit, që të jemi realist. Dhe normalisht grupet e Tiranës edhe kanë dalë nga tregu. Se janë bërë më të fuqishëm këto në biznes ndoshta. Po, i kanë ndoshta pastrojnë parat në aktiviteteve të ligjshme. Por problemet që ka Vlora me njerëz të zhdukur, që s'ju dihet as adresa, po Spaku her pas here bën një punë shumë të mirë në raport me krimet kundër jetës personit. Dhe një nga dosjet që është punuar shumë mirë është dosja që ka të bëjë me krimet në rajonin e Vlorës, që i përket grupit e Enis Harullaj. Ne i qartë. Faleminderit Prençi. Nard, pse trajtohen këto operacionet e Spakut? Përse mendon? Prençi ndoshta e preku pak. Sepse luhet para e madhe. Që ofrohet nga grupet kriminale? Po sigurisht. Grupet kriminale kanë mundësinë, domethënë, që të rekrutojnë brenda policisë shtetit. Në shumë raste ne kemi pasur edhe jo vetëm policë, po edhe kriminalë të cilët që dy punojnë policie brenda grupeve, brenda grupeve kriminale. Dhe kështu që është e thjesht fare historia se si e do të operonte krimi. Madje këta ishin të papare edhe për një gjë tjetër, sepse këta kishin pozicionet e tyre në 2-3 lokale në të cilat le themi bujtin ose pinin kafen, edhe nëse në këto lokalet e tyre shkonte në Andi apo ti apo unë, sapo të hipnin në makinë dhe dilej pasaj 200 metra nga lokali të ndalonin direkt, sepse s'të njihnin ty. Të të bënin check-upin, pse ka ardhur. Po, e bënin sikarjet e tij, nuk e bënin këta fiks. Dakor, po them kur them edhe këta grupi e kanë. Grupi, pra deri këtu kishin arritur. Pra në një zonë të Vlorës, këta e kishin bërë në patronazhimin e tyre. Kupton?
Sikundër ishte për shembull Nikla, para ca kohësh e cila kishte secili grup kishte vendosur kamerat nga një cep në cepin tjetër të gjitha rrugëve dhe aty edhe lopa ose dhia po të hyte e kuptonin domethënë që ka hyrë dikush. E dini kujtash. Te e kujtosh. Kështu që kjo ishte historia pak a shumë. Kurse pjesa që tenton Spaku të ndërtojë deri diku në aparencë është goxha e mirë, sepse ata kanë nevojë domethënë që të kenë edhe një lloj mbrojtje, sepse ti bën hetime pafund dhe pastaj ti shkon hetimi për kot, siç ndodhi me kullën aty me call-centrin te kullën tek Selia e PS-s. Atëherë çka kuptimi ka? Më kupton? Kështu që edhe ata e kanë shumë nevojshme, por është riskioze për faktin në mënyrën se si do ndërtohet nga ana juridike. Ja të shpjegojmë vetëm një moment qytetarëve që bëhet fjalë për një strukturë e ngjashme me strukturën operacionale të policisë. Një polici brenda policisë. Po, domethënë vetëm se do punojë te Spaku. Paralel, po që përgjon, vëzhgon në terren, infiltrohen, pra futen undercover. Po. Xhirojnë, filmojnë, domethënë të gjitha ti bëjnë këta dhe nuk e merr vesh policia se çfarë bëjnë këta, po i mban Spaku dhe BK-ja. Jo do ketë edhe grup goditës. Edhe grup goditës operacional, fiks për arrestimin. Sepse shiko, në momentin që ti merr dhanat këtu, edhe ti detyrimisht do morët një udhërrëfys nga policia, ai çon mesazhin zotëri. E peti 2 oficerë policie ishin pjesë e grupit. Po. Dhe kishin bërë karrierë në polici dhe lëvizje të çuditshme nga një post në një post tjetër me rekomandime. Tani problemi këtu qëndron te fakti domethënë që këtë lloj strukture do duhet ta vesh me ligjin e posaçëm, sa shumë e rëndësishme kjo. Po. Shumë e rëndësishme parë dhe e dyta duhet t'i japësh le të themi diapazonin e duhur juridik edhe profesional për mënyrën se si ata do trajtohen. Kërkon ai miratim nga kuvendi kjo nart me një aktën ligjor në gjë? Ka përshtypjen se po, sepse duke qenë se janë struktura kushtetuese. Mund të ketë dhe probleme për plasje. Mos plotësimin. Dhe nëse do ndërtohet, unë them le të ndërtohet. Megjithatë, ashtu nuk e lë kam atë. Megjithatë, unë gjithmonë jam i idesë se neve ky vend nuk vuan nga krimi. Nuk vuan nga këta të fortët, puna i Nesa Irullet apo vuan me korruptuarit që lë këta. Po absolutisht. Ore një pushtetar sot, një deputet i Partisë Socialiste apo Partisë Demokratike po duash, se edhe ata një lloj janë bërë pothuajse. Është 100 fish më i rrezikshëm se sa shullazi që është në burg sot o burg. Është më i rrezikshëm, ore, sa ai të fut dorën në xhep ty. Dhe del atje dhe thot më mbron ligji mua thot se nga 8 vjet Edi Rama do ma bëj 4 vjet korrupsionin. Sfutem në burg mua sepse ma ka heq. Pra ky është problemi i Shqipërisë, nuk është problemi siç më kam dëgjuar dhe më hapën barku me këtë. Po vin Amerika se kërkon të luftohet krimi. Or nuk ka krim Shqipëria më. Krimin e bëjnë shqiptarët e bëjnë jashtë shtetit, nuk e bëjnë këtu. Se nuk ka treg Shqipëria për të bërë krim. Edhe këta të Vlorës jashtë e kishin atë, domethënë ato sasi dhe mëdha jashtë ishin kapur. Po jashtë, mëse nuk ka treg Shqipëria tani pas për drog, as për kokainë, as për heroinë. Ama këtu pastrohen, domethënë pastrohen, futen parat. Po kush e lejon atë? Po pastrimin e bën qeveria shqiptare o ti andi tani se shiko. Kush e lejon pastrimin? Tani po thoja politika, premçi për të qenë korrekt. Po o zotëri. Jo qeveria tipikisht, po politika shqiptare. Prit një minutë. Qoftë do më pyesje mua. Plotësisht dakord politika, po politika nuk e bën për sa kohë nuk ka fuqinë. Ai që është politikan në pushtet, ai që ka tagrin, ka të drejtën, ka kompetencën për të dhënë tender, për të dhënë investitor strategjik, për të dhënë tokën e shtetit me Shqipëria një euro, për të bërë një kompleks turistik këtu, një kompleks atje, pa ai e ka të drejtën. Ore dëgjoj, ti mendon që mund të po marrim një deputet më të fuqishëm të Partisë Demokratike, ja po marrim për shembull sekretarin e përgjithshëm, po marrim Flamur Noka. Ka sot ai të bëj korrupsion, a ka mundësi ai sot të jap një cop tokë në Bregdet një kreu të grupit kriminal? Nuk ka. Edi Rama e ka siguruar, ai e tundi kartonin e fortë, un kam 82 vota, 83, bëj çfarë të dua. Pra e shtypi Shqipërinë, i detyroj këtë popull që mos hapi gojën fare, se këtu bëhet si them unë. Madje, diti që 55% këto ekstremistat e PS-s dhe patronazhistat thonë, ore le të vjedhi vetëm të rinë pushtet Edi Rama. Është atrofizuar truri i njerëzve. Por ne nuk mund të themi që ka fajin politika, se nuk ka gjë ndor Agron Sheu, nuk ka gjë ndor Flamur Noka, nuk ka gjë ndor ai Kleviz Balliu, po nuk ka Albana Vokshi. Po s'kamo. Ore maksimumi, jo, unë dakord them, politika me të vërtetë është e implikuar e tëra në raport me vendimarrje, me diskutimet, me strategjitë, me programet, me politikat. Por korrupsionin aktiv
dhe mbështetjen e krimit organizuar për të pastruar paran në Shqipëri, në fushën e ndërtimit apo në fusha tjera, e ka mundësi vetëm partia në pushtetore. E kanë mundësin ministrat. Ora ke parti, me gjej mu një kompani